Ka bërë mirë Bojken, krosimin në shtyllën e parë, largohet për një çast, tashmë provon Belisha. Edhe një herë Disha, goditje e fortë, arrin portieri Amuli ta vënë në kontroll. Është Biba, lëvizje e mirë kapitenit. Shikoni mundësia për të Duricin. E ka mundësi për të pasuar gjithsesi. Biba bën vetë, Durici do të kontrollojë pozicionin. Tashmë në zonë, asistimi dhe Shkodërjet. Çfarë bën Biba dhe Durici në këtë çast? Zhbllokohet sfida, fal një kundërsulmi, një këmbgulje të gjatë të Bibës, i cili priti deri në fund aty ku bërë gjithçka mjaft mirë duke asistuar me portën e boshatisur. Islamaj, pozicioni është i rregull. Kërkon të hyrë në duel dhe shikoni nisjen mjaft të bukur për Artyom Bibën. Goditje jo, heziton, lëviz mirë Biba dhe më pas kjo goditje. Shkon në rjet. 2-0. Çfarë loje, çfarë aksionesh të Partizanit. Mjaft bukur skuadra kuqe në minutën 15 gjende golin e dytë nga Biba bra, ai që asistoi pak çastën e parë, bët vendimtar në këtë gol. Niset Dragani. Është goditje që ngulet në shtyllë dhe jashtë. Në vendin e duar, në momentin e duar, Bojken Disha krijon tashmë mundësinë. Pasimi Islamaj, mundësia drejtësons, goditja shumë e lehtë, megjithatë shikoni. Portieri Amuli me të vetmin në krye, me Danin e ka shumë të vështirë, por shikoni një moment ku vjen dhe goli. Një dalje jo e mirë e Grejt Tiranës. Çerepi, por nuk ka arritur, megjithatë do të tregoni kujdesu tashmë. Levenishti dhe Bilimani nuk arrin këtë goditje që ndërpritet të herë nga Grejt Tirana. Islami kërko, topi është drejti, ideja mjaft e mirë, mund ta sulmoj Joel Islami, dalje portieret, edhe kjo parabël që shkon jashtë. Niset me shpejtësi nga Gjoni, gjithmonë Gjoni. Duhet dalja e portierit, është jashtë, shkon bashkë me topin jashtë Dragani. Biba, provon Biba, këmbgulja e tij shpërblet me këtë aksion tashmë Biba 2-2, mundësia për të asistuar, topi është drejt Kronit, mundësi për të goditur, Kroni drejton zonën me pas kontakti dhe ka 11 metrash. Ka 11 metrash për Partizanin. Por parë le të shikojmë këtë moment. Duhet finalizimi edhe niset Biba e godet dhe pa besueshme. Brojqa e Vionta mbaj dhe tashmë mbyllet me sukses, me fitore e skuadrës së Partizanit të Ulix Tiranës që gëzon në këto çaste